Sikla specialisti në studio na bashkon me doktoresh Mira Xhixha, mirë se erdhe, mirë se erdhe mbas një kohe të gjatë, mbas dekadash më duket. Je mjekë alergologe, imunologe dhe Stina është lulëzojnë pemët, lulet, por për fat të keq vuajnë të gjithë personat që vuajnë nga alergjia, po jo? Mirë se ju gjeta, edhe urime për emisionin dhe për televizionin që keni vendosur këtu. Derisa kam kohë që s'kam ardhur, shikoj ndryshimet më dha. Jemi në stinën e pranverës, jemi në stinën e alergjisë, sigurisht mezi presim që të kemi diell, të kemi temperatura mbas dimrit, por kemi edhe problematika që polenet, që janë karakteristike për këtë stinë, na shkaktojnë tek shumë njerëz, tek shumë persona, na shkaktojnë alergji dhe kryesisht alergji të rrugëve të sipërme apo të poshtme të frymarrjes. Në bisedën që kemi bërë 26 vjetë më parë të themi, ju, që në rreth viteve 2000 të themi, ju keni thënë së bashku me doktor Metin, e mbaj mend, ju keni thënë që në të ardhmen pritet 2 fishim, 3 fishim i personave që do vuajnë nga alergjia për shkak të llojit të jetës që ne bëjmë dhe të ndotjes së ambientit. A kemi arritur vërtet këto shifra alarmante? Po, nga viti në vit ose nga 5 vjeçari apo çdo dekadë rritet me 10%. Pra ne kemi gati 30-40% e popullatës vuan nga një alergji e caktuar. Pra smundshmëria ndaj alergjive kudo në botë, në vendet perëndimore është e lartë edhe në vendet në zhvillim siç është dhe vendi jonë, për arsye të ndryshimeve të shumë faktorëve që ndikojnë në smundjet alergjike, qoftë në vendosjen për herë të parë apo në vazhdimsinë dhe rëndimin tek personat që kanë tashmë alergji. Pra është rritur. Nuk diskutohet që është rritur, është bërë më shumë llojshme, është bërë ndonjëherë më problematike, është bërë ndonjëherë më e parashikueshme në shumë substanca që japin alergji, dhe kështu ne përballim me smundshmëri dita ditës në rritje. Pra, nuk është më vetëm ai faktori gjenetik që ju dikur thoshit kujdes të gjithë prindrit që kanë fëmijë, që t'i ruajnë fëmijët, sepse fëmijët me prindër alergjik janë më të predispozuar, i bashkangjitim llojin e jetës që thatë vendet industriale dhe ndotja dhe raportet e fundit për cilësinë e ajrit në Tiranë dihet që dolën problematik. E gjitha kjo bën që të kemi persona që vuajnë dhe përballen shumë me alergjit. Po si është të jetosh me alergjin, doktoresha? Smundshmëri të rritur. Pra ne kemi 2 faktorë që do na shfaqin ose do na predispozojnë për një alergji, do të zhvillojmë një alergji të caktuar, faktori gjenetik dhe faktori ambiental, që të dy kanë peshë të barabartë. Pra nuk mund të themi që kemi një gjenetik, kam prindrit alergjik dhe domosdoshmërisht kam rrezik apo kam frikë që edhe fëmijët, edhe ne jemi alergjik. Por përveç gjenetikës janë faktorët e mjedisit të cilët vendosin smundjet në disa persona, pra mund të jenë kryesor, primar, në disa tjerë mund të jenë shoqërues apo ndihmues. Duhet patjetër faktorët e mjedisit për të shfaqur një alergji e caktuar. Pra ne gjenetikisht mund të jemi të predispozuar për ndonjë alergji, por mund mos shfaqim alergji. Nuk kemi pse të kemi frikë, pasi mund mos kemi fare faktor ndikues në mjedisin apo në ambientin ku ne zhvillojmë jetën, ku ne rritemi dhe bëjmë punojmë apo jetojmë dhe nuk shfaqim alergji të caktuar. Kështu që të dy faktorët janë diku tek një individ apo diku në një individ tjetër kanë atë rolin e vet apo peshën e vet për shfaqjen e alergjisë. Mbaj mend ato testet në lëkurë që caktonin dhe llojin apo një lloj diagnoze për alergjit. Tashmë jemi tek testet apo kemi dhe mënyra të tjera? Tani janë shtuar shumë mjete diagnostikuese, janë bërë shumë të updateuara me kohën, siç bëhen në vendet e tjera janë edhe në vendin tonë, por vlera dhe bërja e prik testit apo është testi i alergjisë së lëkurës është ai që ka mbetur. Pra ka një rëndësi të jashtëzakonshme, është një nga testet kryesore, nëse ne nuk arrim ta bëjmë dot testin e lëkurës për arsye objektive, pasi nuk na lejon gjendja e pacientit, gjendja e individit, apo nuk na lejon lëkura, apo mosha, pra ka shumë kritere, atëherë jemi detyruar të kërkojmë analizën që bëhet me anë të gjakut. Por që të dyja janë shumë të rëndësishme. Ne bazohemi fort. Pse mosha nuk e lejon? Varet tek fëmia, nëse fëmia nuk reziston, nuk qëndron, edhe jemi detyruar në çdo moshë bëhen. Ke filluar që në moshën 0-1 vjeç bëhet testi alergjisë së lëkurës, pra mjeku alergolog e bën këtë test dhe e interpreton ashtu siç duhet, duke përballur edhe duke ballafaquar me problematikën që ka personi.
Por në qoftë se ne nuk mundemi do ta kryejmë sepse mund të kemi problematika të cilat duhet patjetër të marrim vazhdimisht medikamente antialergjike. Dhe në qoftë se jemi duke marrë medikamente alergjike si antihistaminikët, ne nuk e kryejmë dot testin e lëkurës, pa i ndërprerë ato disa ditë përpara. Atëherë kërkojmë testin e alergjisë që bëhet me anë të serumit, me anë të gjakut, i cili ka po të njëjtën vlerë. Pra, dhe në 80% të rasteve këto dy lloj testesh janë sinkron me njëri tjetrin. Pra kanë një përgjigje, të dyja pozitive ose të dyja negative. Vetëm në 20% të rasteve mundet që alergjin na i tregoj ose testi i lëkurës, pra ose testi i serumit apo me anë të gjakut. Po të fundit ne kemi dhe në dispozicion për të smurët tanë testin e alergjisë molekulare. Duke qenë se alergjia komplikohet dhe rritet çdo vit, problematika për zgjidhjen e një problemi alergjik bëhet e vështirë, nuk është aq e thjeshtë, sepse edhe alergenët janë të shumë llojshëm, janë shumë të ndryshëm, saç kanë qenë më përpara, po ashtu dhe shfaqja e simptomave dhe shqetësimeve që jep alergjia, kështu që në ndihmë të këtyre rasteve, të cilët janë të vështira apo të komplikuara për të zgjidhur me testin e lëkurës apo me testin standard të gjakut, të serumit, ne kemi në dispozicion testin e alergjisë molekulare. Pra, që do të thotë, si merret, si bëhet? Ky test përmban mbi 200 testa molekula alergjike. Pra, në qoftë se në testin standard ne kemi 30 alergen të plot. Edhe ky bëhet nga lëkura? Bëhet me anë të gjakut. Nga gjakut. Po, në qoftë se në testin standard që kemi bërë gjithmonë, bëhet me 20 apo 30 alergen që mund të jenë të ajrit, apo pra alergen që ne kontaktojmë me anë të aparatit frymarrjes, apo alergen me anë të ushqimeve, që i marrim ushqimet që ne konsumojmë. Këto alergen që bëhen te testi i zakonshëm standard janë të plot, pra janë alergen i plot, si ta shpjegoj e zëmë se alergeni i macës është një alergen i plot. Dhe ne bëjmë testin alergjisë të një fëmijë i cili e kemi kuptuar që alergjia shpërthen nga prania e macës, po, nga macja sigurisht më shumë, sepse ajo ka më shumë alergji se sa qeni. Dhe ne dim shumë mirë që ai kur afrohet ndaj macës ka të shtima, ka kullim hundësh, ka kriz të astmës, ose fëmijën e kemi pasur shumë mirë, po fusim një macë në shtëpi dhe direkt fillojnë shqetësimet, pra këtu kemi një lidhje të fortë dhe mjeku alergolog vendos direkt dyshimin, ose dhe vetë prindi e kupton dhe vjen ta thot vetë këtë gjë, nuk është shumë e vështirë. Atëherë shkojmë për të bërë një analizë alergjie në laborator që janë 20 apo 30 alergen, ku është i plot alergeni i macës dhe na del negative. Në këtë rast jemi detyruar për të kërkuar alergjinë molekulare, pasi proteina alergenike që bëhet në testin standard është një proteinë që mund të ketë disa molekula, 3, 4, 5. Do më thënë, si të thuash, është më e detajuar? Ky fëmijë mund të ketë alergji vetëm ndaj një molekule, ndaj një fraksioni të kësaj proteine të plot të macës, të alergenit macës, pra nuk është komplet alergjik nga gjitha molekulat, nga gjithë proteina, por nga një molekule të caktuar ose dy. Atëherë këtë e zbërthen analiza molekulare. Pra ajo nuk bën alergenin e plot, po e zbërthen alergenin në disa, në 3 apo në 4 molekula dhe nxjerr që është alergjik. Kuptova, mbase kjo gjen zgjidhje për të gjithë ata persona që i kanë shenjat, por ju dalin negative përgjigjet, kështu që për fat të mirë ka dhe ai ka shenja, ka shqetësime dhe ne bëjmë analizat dhe dalin negative, atëherë jemi detyruar për të shkuar më lart për të bërë analizën molekulare, sigurisht që është më shtrenjtë sepse bëhet në laboratore private dhe nuk rimbursohet, por jemi detyruar për të zgjidhur një gjë, është një metodë që ka, domethënë një analizë e kohës fundit që ne e përdorim dhe rastet. Në momentin që vihet diagnoza, ju thatë përmendët gjatë bisedës antihistaminikët. Do me thënë, alergjia shoqërohet gjithmonë me këto medikamente dhe nuk e di pse këto medikamente kanë qenë gjithmonë të stigmatizuar. Gjithmonë a e hasni dhe ju me pacientët tuaj që nuk duan ti përdorin antihistaminikët? Antikortizonikët. Antikortizonikët. Pra, kortizonikët janë kortizon që përdoret. Mjekimi jonë kryesor që bën mrekulli të smujtë alergjike. Me kortizonët e kanë stigmën më të madhe. Me kortizonin e kanë problemin më të madh, sidomos me pompat, me kortizonin që përmbajnë pompat që s'ka lidhje fare, inhalerat për astmën. Kurse me kortizonin me ultrakortin nuk e kanë problem, se ultrakortini bëhet 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë, jo më shumë. Kanë problem dhe me kortizonin, po personat që janë detyruar me marrë kortizonik sistemik në mënyrë të vazhdueshme nga goja, janë personat që janë natyrës jo të lehtë sëmundjes dhe ato e dinë. Po frika ka ardhur nga pompat dhe nga kortizoni që mban pompat. Ka mbetur që nga ato? Që nga fillim fare astma është mjekuar vetëm me kortizon.
në fillim para viteve 70. Ndërkohë Tani astma është mjekuar me kortizon sistemik nga goja ose nga muskulare apo venoze. Dhe personat pasi shëroheshin nga astma vuanin efektet anësore të kortizonit. Kishin diabet, kishin hipertension, kishin sëmundje kardiovaskulare, dhe nga kjo ka ngelur tani që përdorimi i kortizonit do na çojë në këtë. Do mësohem dhe nuk do ta heq më. Po, pa kaluar te astma që është një nga komplikacionet, do pyes pak më vonë. Për mjekimin e alergjive? Ta mbyllim këtë kortizonit se është pyetje shumë pikante. Po, edhe në fakt ka shumë interes. Po, shumë e rëndësishme pasi. Kortizoni që përdorin tani për çmurët alergjik dhe kryesisht kortizoni që përdoret për kohë gjatë është kortizon me anë të pompës, me anë të inhalerët. Dhe ka një dozë aq të vogël në mikrogram që nuk ndikon as pak në efektet anësore që ka kortizoni si kortizon, si preparat, si medikament. Pra ne nuk kemi efekte anësore, edhe nëse një fëmijë do fillojë të përdorë një preparat kortizonik me anë të pompës, pra me inhalacion, edhe për kohë të gjatë. Pra, asnjëherë mos të ndërprisni ose të refuzoni mjekimin, sepse doktorisha po e shpjegon pikërisht dozat e vogla nuk kanë ato Kjo është bërë një problem. Kjo është bërë një problem dhe kjo është vështirësia kryesore e gjithë mjekëve alergolog që merren me mjekimin e astmës, sidomos tek moshat e reja, tek adoleshentët, por më shumë tek moshat e reja, se këtu është nëna që ka frikë për ta vendosur. Sa më shumë ta vonojmë diagnozën dhe vendosjen e mjekimit të duhur, aq më shumë e kemi çuar sëmundjen apo mushkrinë, e kemi rritur fëmijën me një mushkri të dëmtuar. Drejt komplikacion. Po, dhe nevoja për kortizon në vitet më të larta do të jetë më e madhe. Gjatë rritjes do jetë më e madhe. Pra ne nuk kemi fituar asgjë, vetëm se kemi humbur. Unë shoh praktikën klinike që kam nëna të cilat mund të kenë fëmijën 8 vjeç, 9 vjeç, edhe astma ka filluar që në moshën 4 ose 5 vjeç. Dhe ai s'është mjekuar asnjëherë me inhalator. Është mjekuar vetëm përkohësisht me kortizonik intramuskulare, me ultrakorten 1, 2, 3 ditë, është mjekuar me antibiotik, është mjekuar sigurisht me antihistaminik, nuk ka marrë diagnozë nga mjeku specialist i alergjisë, po ka vazhduar mjekimin dhe pse s'ka marrë diagnozë nga mjeku i alergjisë, nuk ka dashur të kontaktojë ajo vetë nga frika ose nga meraku se mjeku alergolog do filloj mjekimin me pompë. Me kortizon. Pra është një mirë, bëm shumë mirë që e sqaruam të pjesë. Dhe një barrierë shumë e vështirë në punën e alergologëve. Pastaj dua të ndalem pak te kjo ditë pas dite e alergjisë, sepse vërtet ne jemi në pranverë dhe është piku, po personat me alergji vuajnë gjithë vitin apo jo? Sezoni i pranverës është shumë pikant, është shumë i ndjeshëm, është shumë i dukshëm, se vjen pranvera me njëherë çelin lulet, fillojnë njerëzit që kanë alergji, ti shikon njerëz me shamime, të shtitura shumë, është problematike. Zgjat 2-3 muaj. Dhe është më i dukshëm sepse ndodh në ambiente të brendshme, por alergjia jonë më problematike dhe më e vështirë për të ndjekur është alergjia që është gjithë vitin. Është alergjia nga substanca që qëndrojnë në ambiente të mbyllura, në ambientet ku ne në shtëpia, pra në ambientet ku ne punojmë dhe jetojmë për kohë gjatë, dhe janë kryesisht plurat apo akarienet dhe mykrat. Këto janë alergen gjithë vjetor. Sigurisht kanë dhe këto sezonet e veta me rëndime përkeqësime të forta, por këto ekzistojnë gjithë vitin dhe gjithë vitin ngacmojnë aparatin tonë të frymarrjes. Dhe janë pikërisht këto që duhen ndjekur shumë, duhen kontrolluar shpesh, duhet vlerësuar shpesh nga mjeku, sigurisht nga mjeku alergolog, edhe nga mjeku që i familjes si ndjek, nga nëna, që të vendoset kjo sëmundje në menaxhim të plot, që ne mos kemi problematika pra në shëndetin me komplikacione apo me komplikacione dhe me rëndime të gjendjes. Pra nëse ne kapim këtë gjë që në fillim dhe mjekojmë si duhet, atëherë nuk do kemi astmë, ose do kemi një astmë, do kemi disa simptoma që nuk do na pengojnë në aktivitetin tonë jetësor, as në shkollë, as në punë. Pra do jemi njësoj si gjithë njerëzit e tjerë. Në qoftë se ne e diagnostikojmë shpejt, e mjekojmë dhe ndjekim hap pas hapi. Pra këtë duhet një edukim, një përgatitje dhe një kujdes, sidomos nga nënat apo nga vetë personi që ka këtë problematikë. Sidomos, sepse gjithmonë edhe mjekët në studio e forcojnë që një fëmijë që është rritur me alergji do të bëhet një adult që do të ketë absolutisht, ne kemi plot fëmijë që kanë qenë me alergji, janë mjekuar për shumë vite dhe ka ardhur mosha 12, janë rritur dhe nuk kanë më alergji. Nuk kanë më, pra duhet ndjekur mirë, Kanë përdorur pompa 6-7 vite dhe pastaj janë rritur, janë zhvilluar, duke rritur, duke ndryshuar, sepse në stadit të ndryshme të jetës, siç ndryshojmë dhe ne, kalojmë nga perioda e feminisë, bëhemi adult, adoleshent dhe adult dhe jemi të tjerë njerëz, nuk kemi më ato që ishim,
kemi personalitet ndoshta edhe ndryshëm ose pamjen dhe ndryshon dhe astma. Ka dhe ajo ato karakteristikat e veta që me ndryshimin e trupit të organizmin, me rritjen dhe zhvillimin, me ndryshimin e hormoneve, ajo ndryshon. Mund të qetësohet komplet, mund të ngeli e njëjta, ose mund të na shfaqet për herë të parë. Por ne këto nuk i dim, se kush ka fatin të përmirësohet 100%, kush ka fatin të përkeqësohet, ose kujt i shfaqet smundja në adoleshencë. Megjithatë ajo që ju thatë që ndjekja dhe trajtimi i duhur bën pastaj që ta menaxhojmë. Po, pikërisht, nëse neve kemi shqetësim alergjie, duhet patjetër ndjekja. Nëse neve rrim se fëmia do rritet do e kaloj, sepse kështu vijnë shumë nëna, unë nuk e kam mjekuar, thot pasi ai u bënte mirë edhe do kaloj, atëherë ne kemi dëmtuar. E kemi dëmtuar mushkrin, pavarësisht në provat funksionale mund na dalë një funksion pulmonar normal, po ne kemi dëmtuar dhe dëmtimi shikohet vite më vonë, kur kalon një grip, kur kalon ose zhvillohet prap alergjia në moshën e rritur. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme që besoj është dhe mesazhi dhe kryefjala gjatë e këtij emisioni, sepse ne vërtet flasim dhe trajtojmë problematika, po asnjëherë nuk e kishim kapur në këtë thelb që vërtet ju mendoni se ruani fëmijën nga një kortizon i përdorur në një kohë, po ju e keni dëmtuar atë në të ardhmen e tij si një Kemi duar zhvillimin normal të bronkeve, të aparatit respirator. Do ndalem pak te vaksina, sepse dhe për vaksinën diskutohet shumë, për vaksinën e alergjisë ta specifikojmë në këtë rast, sepse kohët e vitet e fundit, kur themi vaksina e lidhim me vaksinën e Covidit. Le të flasim për imunoterapinë, le ta themi. Edhe kjo është një mënyrë trajtimi, u bën vite tashmë që ajo ekziston. A ka pro dhe kundra për këtë vaksin përveç çmimit, sepse kur më shkruajnë mesazhe, disa shkruajnë që e kam lënë pa bërë vaksinën e alergjisë të vit sepse ishte e shtrenjtë edhe. Po, shumë e drejtë. Ka më shumë jo pro, pra kundër, pas Covidit. Pas Covidit, siç e theve vetë që vaksina, vetëm se ne kemi etiketuar me emrin vaksinë. Në fakt nuk është vaksinë, është terapi specifike për desensibilizim, për uljen e ndjeshmërisë, për uljen e alergjisë. Por ne kemi thënë vaksinë, duke ditur që ne kur marrim një diçka, diçka që si me thënë, siç marrim vaksinën ndaj viruseve që marrim ne proteinat të virusit, edhe këto proteinat të virusit shërbejnë për të na krijuar imunitet, jo për të na dhënë sëmundjen virale, po ashtu vaksina ose imunoterapia, mjekimi specifik që përdoret për alergji është pikërisht shkaktari i alergjisë. Pra shkaktari i alergjisë është marrë nga burime natyrale, mund të jetë polen, mund të jetë spor, mund të jetë pluhur, është marrë nga burimet natyrale dhe është modifikuar dhe rregulluar në laborator. Pra nuk ka vetëm emrin ka vaksinë, është terapi. Vaksinë ka marrë në kuptimin që çfarë na jep, çfarë funksioni na jep në organizëm, na mbron, na krijon antikorpe. Pra ne nga alergjik kthehemi në jo alergjik. Nga të sensibilizuar kthehemi jo të sensibël, pra e tolerojmë atë. Dhe ky është funksioni, konkluzioni që përdorimi i vaksinës na jep. Bëhet në çdo moshë? Bëhet në çdo moshë, fillohet në moshën 4 vjeç. Alergjin nga akarienët, moshën 5 vjeç nga polenet, varet kur ka filluar shqetësimi, akarienët janë këto plurat e shtëpisë, alergenët që janë gjithë vjetor, që janë problematike e madhe në gjithë vendet, po edhe në vendin tonë. Imunoterapia është mjekimi më i mirë për sëmundjet alergjike. Pra në qoftë se ne themi që sëmundjet alergjike ne i kontrollojmë, ne i menaxhojmë, por kur vendosim mjekimin me imunoterapi, ne i kemi kuruar sëmundjet alergjike. Edhe për shumë vite, sepse për shumë vite. Pastaj varet dhe nga individi. Ne kemi raste tek fëmijët sidomos që kemi kurim të plot, mund të kemi për 20 vjet, 30 vjet, nuk shfaqet as astma, as riniti alergjik. Dhe varet kur e kapim problematikën, nëse e kapim shpejt dhe alergjia është vetëm ndaj një shkaktarit caktuar, pra është mona, nuk është polisensibilizim, po kemi sensibilizim vetëm ndaj polenit të zëmë të lajthisë ose të graminaceve, ose vetëm të plurave, pra nuk kemi shumë polisensibilizim. Në këto raste tregohet që alergjia apo sëmundja është kap në fillim, nuk ka ngelur të kapet vite më mbrapa. Dhe këtu jep efekte maksimale. Në qoftë se vaksina vendoset në periudhë në distancë në kohë nga vendosja e simptomave, atëherë personi ka zhvilluar edhe alergji të tjera. Dhe nga një alergjik është bërë shumë alergjik. Dhe kjo pastaj e ul pak reaktivitetin, por në gjitha rastet, në qoftë se smundja, severiteti apo ngarkesa e smundjes, rëndesa e smundjes na lejon, ne duhet ta vendosim imunoterapinë. Është mjekimi jon, kjo është kura jon.
Kura për Qoftë se ne arrim që me imunoterapi ta ndjekim një fëmijë apo një tritur, ta ndjekim shumë mirë edhe ajo na jep efekte, ne kemi arritur qëllimit për ta kuruar, jo për ta menaxhuar, për ta kuruar. Kemi një individ e the shumë mirë atë të shëruar për alergjitë janë sëmundje kronike dhe ndjekin një individ, jo të gjithë, por shumicën e ndjekin gjatë gjithë jetës kur vendosen. Po sa më shumë vite të kemi pa shenja, po të jemi të shëruar, aq më mirë. Aq më shumë kemi përfituar. Nuk do të lë të ikësh për përdorimin e pikave në hund dhe këtu gjithmonë, duke qenë se jetojmë dhe në botën e rrjeteve sociale, edhe këtu efektet anësore duhet përdorur kaq, a mund të përdorim pafundësisht solucionet nazale? Solucionet nazale specifike për alergjinë do përdoren aq kohë sa japin përmirësim, edhe disa javë më shumë apo muaj më shumë në bazë të rekomandimit që jep mjeku alergolog, pra në bazë të shkallës të nivelin të smundjes që ke në hund, duhet përdoren ato që jep mjeku alergolog, mund të marrin në farmaci diçka për 3-4 ditë, po jo më shumë. Pasi edhe ditët e sotme, shkojnë direkt edhe marrin atë që kemi thënë dhe herë tjera që është nafazolin, produkt i cili jep me një herë zhbllokim të hundës. Preparatet në hund kanë nevojë njerëzit që kanë bllokim të fortë hundëve, jo ato që kanë vetëm të shtitur apo kullim. Edhe ato kanë, po këto e kanë nevojë emergjente dhe shkojnë në farmaci. Merret nafazolina dhe përdoret me muaj të tërë. Jo, gabim. Kjo është gabimi numër 1, po mendoj që edhe farmacistët tani e dinë dhe u rekomandojnë që nuk duhet përdorur më shumë se 5 ditë apo 7 ditë. Jo, gjithsesi më pëlqeu ajo që më mirë lidhja me mjekun alergolog, sepse është një smundje që do menaxhuar, për fat të mirë trajtohet edhe me imunoterapinë e gjitha këto që ju përmendët, por që është mirë të jetohet sa më gjatë dhe sa më shumë vite pa pasur shenja. Duhet patjetër diagnoza. Diagnoza është shumë e rëndësishme për të bërë nga mjeku alergolog. Neve na vin fëmijë nga të vizituar nga mjek të tjerë, jo specialist, na vin me analiza të bëra, me këto IgE që folën me anë të serumit, me anë të gjakut. Në fakt, nuk është i drejtë, pasi këtë analizë mjeku specialist duhet ta rekomandoj pasi ka marrë një konsult me personin. Anamneza, rëndësia anamnezës. Qofse është fëmijë edhe me nënën, me prindrin, qofse është i rritur sigurisht, edhe duhet patjetër 20 minuta, 30 minuta për të marrë një anamnezë alergologjike dhe pastaj vendoset për të bërë provën alergjisë. Pasi alergenët janë të shumtë, panelet janë të shumta. Janë të shumta dhe ato kohët kanë ndryshuar dhe thamë që do mbizotrojnë dhe për fat keq do kemi shtim 10% 10 po. Çdo vit. Falenderoj shumë. Të pres përsëri, jo mbas aq viteve sa nga intervista fundit që kemi bërë, dhe besoj kemi dhënë këshillat e dura për prindrit, për të gjithë ata që vuajnë nga. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kjo ishte Klinika 24 edhe për këtë të shtunë, së bashku shihemi javën e ardhshme.